Një nga destinacionet të marketuara më keq për mendimin tim në Shqipëri ngele Dubai, sepse është i fokusuar vetëm te pjesa e luksit, ku gjatë gjithë kohës mendohet që është për rini apo për çiftet e reja apo për grupe shoqërore, por në të vërtetë është një nga destinacionet më të bukura në botë për të kaluar disa ditë pushimi me fëmijët tuaj. E kam provuar 2 vite më parë, mos gaboj, dhe e kam shijuar pafund sepse kam parë atraksione që nuk i gjen në vende të tjera të botës. Aquaparkët nga më të bukurit në botë, ai vendosur tek Atlantis apo ai përballë Bulxhan Arabit, ku ti mund kalosh me një day pass, ishin unik. Mbi të gjitha, ke një nga Legolandet më të veçantë, sepse përveç pjesës standarde të Legoland, ti shikon pjesën nënujore. Futesh me kapsula të vogla në formën e nëndeceve dhe janë të vendosur Lego gjigante, mes tyre kalojnë peshë dhe peshkaqen, që nuk është një eksperiencë e zakonshme. Nga nëntori hapet fshati Krishtlindjeve, një nga më të bukurit në botë, sepse janë të vendosura shtëpiza gjigande të kulturave të ndryshme, aziatike, afrikane, arabe, europiane, mund të gjesh gjithçka. Po jo këto, po ka pafund atraksione të cilat janë të dedikuara për vajzat apo për djem. Konsiderojeni Dubain si një nga destinacionet familjare tuaja, sepse nuk do të zgënjeheni.